Shqipëria ka triumfuar në Leskovac në mbrëmjen e të shtunës duke mbyllur në mënyrën më të mirë raundin e 7 të ndeshjeve të kualifikueseve të botërorit për zonën e Europës. Shumë futbollistë të kuqezinjve spikatën me lojën e tyre në këtë ndeshje dhe një ndër ta ishte edhe Tomas Strakosha. Gardiani i kuqezinjve ishte i pakalueshëm në këtë duel duke ndalur çdo tentativë drejt katërkëndorit të tij. Ndaj për paraqitjen e tij në këtë sfidë është zgjedhur nga SofaScore si pjesë e formacionit ideal të raundit të 7 të ndeshjeve. Duke marrë për bazë paraqitjen e tij në këtë duel fal statistikave që regjistroi ndaj Serbisë, Strakosha mori notën 8.4 duke qenë portieri më i vlerësuar për këtë raund në të gjitha ndeshjet. Kështu ai rreshtohet në një formacion ku ka emra të tjerë shumë të njohur si Joshua Kimmich në mesfush apo edhe Kylian Mbappe e Cody Gakpo në sulm.